Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Eclipse. Sot do të mësojmë se si të marrim një domain falas. Si fillim, hapim një nga browserët dhe kërkojmë për freenom.com. Klikojmë të Find a new free domain dhe kërkojmë për Eclipse. Check. Dhe më pas klikojmë të Get it now dhe është e lirë. .tk, domenet falas janë .tk, .ml, .ga, .cf dhe .gq. Pra, në këtë rast do të kemi në eclipse.tk, por unë do t'i zgjedh edhe të tjerat, nëse janë të vlefshme. Siç e shikojmë, të 5 domenet janë të lirë dhe i japim check out për t'i marrë ato. Më pas vendosim të zgjedhim muajt, pra deri në 12 muaj është falas dhe pasi të keni kryer 12 muaj ju mund të rinovoni ato. E zgjedhim për 8/5 12 muaj. Dhe nëse dëshironi mund t'i bëni forwind, në këtë rast po marr një shembull, më pas do t'ja dërgoj edhe në dashboard. Dhe shënim eclipse.al. Pra, në këtë rast eclipse.gq do të ridrejtohet tek eclipse.al. Të njëjtën gjë mund ta bëni dhe nëse dëshironi me DNS, duke vendosur IP-n tuaj, por në këtë rast do ta lë me redirect. Vazhdojmë. Më pas kontrollojmë dhe njërë listën dhe që një normalisht që është 0 pas janë falas. Vendosim emailin ton ose mund të logojmë me Facebook ose me Google, me Gmail. Në këtë rast unë do ta bëj me email. eclipse@gmail.com. Verifikojmë. Na ka ardhur në Gmail një email konfirmimi. Shkojmë tek Gmail. Dhe si që shikojmë kemi një email nga Freenom. Klikojmë tek linku, i cili është linku i konfirmimit. Më pas vendosim të dhënat personale. Në këtë momentin po shënoj Eclipse Albania si emrin dhe mbiemrin. Mbiemri Albania. Mund vendosni një emër kompanie, në këtë rast po shënoj Eclipse. Një adresë. Tiranë. Zip code 1001, qyteti Tiranë, shtetësinë e ka zgjedhur vet, zgjedhim edhe një herë qytetin, Tiranë. Mund të ndryshojmë dhe emailin sërish nëse dëshirojmë, por në këtë rast në polën të njëjtin. Vendosim një fjalë kalim. E rishkruajmë fjalë kalimin.
dhe ju japim vazhdojmë. Pranojmë dhe më pas vazhdojmë. Më pas klikojmë tek butoni blu për të shkuar në dashboard dhe tek shërbimet service kemi my domain dhe lista e dashboardit të domenëve tonë. Si që shikojmë data e fillimit dhe mbarimit të domenit dhe mos gabohen 15 ditë përpara se të mbaroj domeni, ju keni drejt ta rinovoni këtë domen. Dhe siç ju thash, do t'ju tregoj se si të bëni sërish të vendosni forward ose DNS në domenin tuaj nga dashboardi dhe në këtë rast po marrim eclipse.tk manage domain. Nëse dëshirojmë ta bëjmë me forward, do të zgjedhim manage tools. Nëse dëshirojmë ta bëjmë me DNS, manage freenom DNS. Dhe për t'ju shpjeguar, në fillim nëse zgjidhni tipin A të DNS-s, atëherë ju do të vendosni www ose mund ta lëni bosh dhe më pas do të vendosni IP-n. Por në këtë rast unë do të kthehem pas sepse do të bëj me forward dhe të zgjedh URL forwarding dhe do të vendos Eclipse Albania. Eclipse.al. Set URL. Dhe ndryshimet u bën, por mund të doj pak kohë që të konfirmohet. Kjo gjë mund shkoj nga gjysore deri në 48 orë. Po shpresojmë të jetë kryer. Copy. Paste. Dhe si që shikojmë, e ka marrë që në fillim. Të njëjtën gjë mund veprojmë për të gjithë domenët që kemi, manage domain për secilin nga ato. Dhe nëse dëshirojmë për të rinovuar domenin, nëse kemi arritur, supozojmë, 15 ditë përpara përfundimit, klikojmë tek renew domain. Dhe do të dalë lista dhe më pas do të klikoni tek renew. Nëse dëshirojmë të marrim një domen tjetër, register new domain. Dhe mund të kërkojmë sërish për një domain tjetër. Pra në këtë mënyrë ju mund të merrni domain falas.